Se shkelje, opozita të da qënë në gjykatë kushtetuese. Pra, ata po thonë që argumentimi është i qartë, nuk kemi nevojë për një interpretim tjetër të një interpretimi tjetër. Janë shkelur afatet, apo nuk janë shkelur, këtë e përcakton gjykata kushtetuese. Ajo është organi i thirrur ta interpretojë kushtetutën. Ne kemi një gjykim gjykatës kushtetuese, pasi ka kaluar 30 ditë që vitin e kaluar, ju e dini sagën e zhvillimit në Kuvendin e Kosovës dhe afatet e kaluara vitin e kaluar, e kemi një gjykim i cili thotë përkundër këtij kalimit të 30 ditësh, subjektet politike duhet bëjnë maksimumin të gjejnë një zgjidhje dhe ta konsiderojnë Kuvendin dhe ti ketë Kosova institucionet e saj. Pra ka folur gjykata kushtetuese dhe interesin publik, pra zgjedhjen e kryeparlamentarit, qeverisë dhe presidentit e ka vendosur mbi afatet procedurale dhe ka bërë thirrje drejt subjekteve politike që të gjejnë zgjidhje të tejkalojnë ngërshin. Pra ne po respektojmë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Pra për shkak që nuk ka sanksione, ju jeni të bindur që nuk keni bërë shkelje të kushtetutës. Sepse vetëm ju po e lexoni kështu në fakt, zotëri Voti, vetëm vetvendosja. Së pari, në rand të parë është interesi publik, pra interesi i vendit. Interesi i vendit është mos ketë zgjedhje të reja. Kosova të ketë kryeparlamentar, të ketë qeveri, të ketë president. Kjo është primare. Mandej po respektojmë edhe gjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili po ashtu e ka vendos, po e përsëris interesin e përgjithshëm mbi ato afate procedurale dhe për më tepër e kemi shembullin e vitit kaluar ku 9 muaj ka pas bllokat në Kuvendin e Kosovës dhe prapë kemi ecur deri kur janë shpallë zgjedhjet. Tash, nëse partitë politike që sot po protestojnë në Kuvendin e Kosovës janë bindur që këto afate nuk po respektohen, e kanë gjykatën kushtetuese, le drejtohen aty, ajo është organi i cili i merr vendimet dhe përcakton kush po e shkel kushtetutën apo është shkelur kushtetuta dhe edhe sot kryesuesi i seancës zoti Deari ka bërë thirrje për marrëveshje politike dhe ka sqaruar që prapë është absurd të ftohet një seancë shtërp e cila nuk sjell zgjidhje dhe veç konsumohet ose në fakt ngarkohet opinioni publik me spektakël të panevojshëm, ndërkohë nuk kemi marrëveshje. Jo, zotëri Voti, zgjidhje për konstituim të Kuvendit mund të sjell për shkak që ju numrat i kene. Edhe në pikat e rendit të ditës kur është dërguar ftesa për seancë, është konstituimi i Kuvendit, nuk është çështja e presidentit. Sapo ti kemi të kemi marrëveshjen për president, ne ftojmë seancën. Ne po them edhe një herë, mund ta ftojmë konstituimin e Kuvendit, ta zgjedhim kryetarin e Kuvendit. Janë të njëjtit deputet që sot po insistojnë të shkojmë në Kuvend, të cilët nuk do të vinë kur të vinë në rendit e zgjedhja presidentit. Po pse jeni kaq të bindur, pse nuk e provoni? Po kemi komunikim publik. Pra le të vinë këtu në studion tuaj ose kudo tjetër, le të mbajnë qendrim publik, le të thojnë që ne do të marrim pjesë në Kuvendin e Kosovës në secilën seancë deri në konsumimin e plot ose zgjedhjen e institucioneve të Republikës përfshirë presidentin. Le të kenë qendrim publik. Ata thonë që ne po e shkelim kushtetutën, nuk po e respektojmë ligjet, se s'po e ftojmë seancën, e po vim Kuvend. Ndërkohë janë të njëjtit që të nesërmen e zgjedhjes së kryeparlamentarit do të ikin nga aty, nuk do të vinë, nuk do ta bëjnë korumin. E kemi përvojën me ta, i njohim, e njohin edhe ata vetën, në fakt, e njeh edhe populli sepse po jep përgjigje në vot. Kushdo që është i pakënaqur me rezultatin zgjedhor, do të punoj, të organizohet, të jap alternativën e tij dhe të shkojmë prapë në zgjedhje mas 4 viteve. Po jo kështu ta çojmë vendin për herë të katërt pa nevojë në zgjedhje kur populli po flet qartë. Kash nëse ju gjithmonë po referoni kësaj pa një marrëveshje politike, nuk thirret seancë, por çfarë zotëri Voti nëse shkon edhe një kohë gjatë dhe nuk arrini ndonjë marrëveshje, çfarë do bëhet? Do ngecim në këtë situatë? Nëse vjen një moment që përpjekjet bëhen të pamundura, pra pamundsohen përpjekjet, edhe